Përshëndetje miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. A do të kthehet raporti juaj përsëri siç ka qenë më përpara, pra një raport i shëndetshëm, një raport me energji të mirë pozitive? Pra, a do të kthehet përsëri siç ka qenë ky raport midis jush? Dhe këtë do të kalkulojmë me anë të letrave tarot. Ky person, i zemrës tuaj, është pak i stresuar. Ka mendime negative, ka pak stres, mendon shumë, e ka fokusin tek pjesa e monedhave dhe do të filloj një kapitull të ri në jetën tuaj, duke larguar ato gjëra jo të mira që ka bërë dhe në dritën e diellit të filloj diçka të re, nga e para, nga zero. Një lajm vjen shumë shpejt në dorën tënde. Tek ty ai shikon perëndeshën e bukurisë, femrën e tij ideale, femrën e tij të jetës. Sepse për të ti një sultanesh, je femra e tij e fshet e jetës së tij. Është shumë i drejtë dhe të do fort. Tek ty shikon pjesën e ekuilibrit. Ti atë e mban gjithmonë në ekuilibër në jetën e tij. Është shumë i mërzitur, sepse raporti juaj ka psuar një kërcje. Një lajm i papritur vjen shumë shpejt drejt jush, që do ju ndryshoj, transformoj jetën tuaj në mënyrë pozitive. Është pak i mërzitur dhe pret gjithmonë që kjo kupë e argjend të vi në dorën tënde shumë shpejt ky lajm i gëzuar, sepse te kjo mbretëresht e kupës ai shikon femrën e tij të pastër nga ana shpirtërore. Pra raporti midis jush do të rregullohet shumë shpejt, sepse ky lajm do të transformojë gjithë raportin që keni pasur në jetën tuaj për së mbari, për mirë. Dhe gjithmonë ty, ai person, do të shikoj si kjo perandore në të kalë, në të karotën e saj, me kuajt e saj, që ecën drejt perspektivave të shkëlqyera të jetës tuaj. Me kë rezonon kjo energji? Me kë shenjë të horoskopit? Me Bricjapi, me Peshoren, me Ujorin, me Denin, me Akrepin, me Virgjëreshën, me Binjakët dhe me Luanin. Kurse me Gërmat mund të rezonoj me Gërmën U, që mu hap, me Gërmën Një, Gërmën Q, me Gërmën L, R, me Gërmën Z, Y, me Gërmën N, G, Zh, E, A, H, Gj, S dhe me Gërmën K. Faleminderit shumë, miqtemi, mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.